Zoti Sheu, rasti i 25 vjeçares Gjuana Nikolaj ka tronditur opinionin publik. Edhe pse hetimet janë ende në zhvillim, çfarë tregojnë zakonisht të rastet kur një person i ri arrin në një pikë kaq të rëndë psikologjike? Është një rast fatkeq për atë që ka ndodhur, si për vetë personin i cili ka humbur jetën, por edhe për familjen. Kjo është diçka, gjendja psikologjike e Gjoanës ka qenë mjaft e rënduar. Nuk është se ajo ka ndodhur për mendimin tim apo situatat në të cilat sa kam dëgjuar dhe kuptuar, nuk është se është diçka e momentit. Ka pasur një tronditje psikologjike të gjatë. Probleme në familje, në aq sa neve kemi informacion nga media, por edhe në kontaktet e tjera. Ka pasur një turnë në familje, siç është referuar, dhe këto janë probleme të cilat disa persona nuk e përballojnë mirë, apo nuk kanë mbështetjen e personave të afërt, familjes, rrethit të tyre të ngushtë, shoqëror apo dikë tjetër, që mund të jenë edhe kolegë të punës, dhe shkojnë drejt këtyre veprimeve vetëkrijimit. Kur një marrëdhënie shoqërohet me konflikte të vazhdueshme apo dyshime për dhunë, çfarë ndikimi psikologjik mund ketë kjo tek një person i ri? Ndikimi psikologjik është shumë i madh. Ka një tronditje. Duhet kuptojmë diçka. Duke qenë se jam të rinj. Pra, kemi në fazën e parë të njohjes tyre dhe kur këta janë martuar apo janë bërë dhe me fëmijë apo kanë disa vite që bashkëtojnë, kanë ndryshuar ato momentet e para që neve mendojmë që kur kanë qenë ata të fejuar apo në një lidhje. Kanë qenë më të dashur, nuk e kanë ndarë ato problemet e tyre ose i kanë tejkaluar për shkak të ndikimit të një familjari, të një distance apo diçka tjetër. Kur fillon bashkëtesa, fillon edhe të ndryshojnë. Dinamikat e jetës janë shumë të mëdha. Problematikat në familje janë aty. Nuk kanë mundësi tjetër që ku ta ndajnë atë gjë. Do kuptojmë edhe kontekstin kulturor në të cilin ndodhen. Pra, në zona rurale, shumë veta kanë të vështirë se t'i ndajnë me të tjerët. Pra, ato problem që kanë brenda familjes, t'ia thonë prindërve tyre, shok, shoqërisë apo një kolegu pune. Ndërsa në një qytet më të madh si Tirana apo diku tjetër, e kanë më të thjeshtë, ose edhe për të marrë dhe informacione, për të dhënë sa më shumë këshilla se ku të referon apo çfarë të bëjnë. Dhe tek këta lloj njerëzish, pra siç është rasti fatkeq i Gjoanës, fillon vetë izolimi, fillon faza e depresionit. Ata sigurisht që japin mesazhe familjarëve tyre apo rrethit të ngushtë, cilët mund të jenë. Pra duke treguar për gjendjen e tyre apo një situatë tjetër paralele se çfarë mund të ndodhë me ta. Nuk e marrin këtë, nuk e vlerësojnë personat e afërt që janë dhe ndodhin pastaj këto situata fatkeqe. Zoti Sheu, në shumë raste familjarët thonë se nuk e kanë kuptuar gjendjen e rëndë emocionale të viktimës. Pse shpesh shenjat paralajmëruese nuk vijnë re? Pra, kuptojmë kontekstin kulturor. Disa thonë që debate brenda çiftit kanë, pra kur thonë prindrit, vajza mund t'i thotë nënës ose babait, që thotë që është normale, se dhe neve kemi pasur debate apo konflikte, por mundoheni t'i zgjidhni me njëri tjetrin, jeni të rinj, pra fillon edhe e zbusin, e normalizojnë këtë gjë, edhe dhunën e normalizojnë, nuk mundet që të thonë që shiko sepse kjo është një rrezik apo një problematik. Pra, duke qenë se janë çifte të reja dhe fillojnë t'ia thonë ose bëjnë fajtore vajzën për këtë gjë, thonë që ti je përgdhelur apo diçka tjetër më tej kësaj situate. Pra, unë po them në eksperiencat e rasteve të cilat kam trajtuar. Pra, është shumë e vështirë tek rrethi i ngushtë që të fillojnë edhe ti hershme. Ata fillojnë edhe në pjesën më të madhe të rasteve fillojnë atë që thash në fillim ta normalizojnë atë dhunën, fillojnë t'i japin historira e tyre, fillojnë t'i paralelizojnë situatën e nënës me babain apo të një personi të afërt tjetër. I shkojnë drejt asaj gjëje të mirës materiale që ka kjo marrëdhënie çifti, jo gjendjes emocionale apo të asaj se shkojnë. Kur shikojnë element dhune, pra aty fillojnë edhe tronditjen jo në atë pjesën psikologjike, dhunë fizike ku dikush dëmtohet, ke një të çarë, thyrje krahu e të tjera si këto. Atëherë pastaj për prindit bëhet më vështirë, por nuk e shikojnë atë dhunën psikologjike apo
se sa janë ngarkuar dhe sa po vuan vërtet vajza e tyre apo kushdo tjetër që mund të jetë. Në Shqipëri po diskutohet shpesh për rritjen e rasteve të vetvrasjeve, veçanërisht tek të rinjt. Çfarë faktorë social apo psikologjik po ndikojnë më shumë? Sigurisht është parë të paktën këtë vitin e fundit, këtë muaj, pra shkurtin dhe marsin, fillimin e marsit, ka pasur shumë raste këtu në vendin tonë. Faktorët janë të ndryshëm. Ndikimi i medias, jeta sociale që ata bëjnë, vetë izolimi, pra shumë të rinj nuk kanë më aq marrëdhënie shumë të hapura me shoqërinë, por edhe me prindrit e kanë shumë të vështirë të ndërveprojnë apo të hapin. Pra duket sikur ndahen dy botë ndërmjet të rinjve dhe prindërve. Dhe fillon ajo shkëputja. Kur një ri i tregon që ka probleme emocionale apo nuk ndërvepron dot në punë apo me shoqërinë apo për të krijuar nuk e përballon dot ndarjen nga një partner, prindërit e tyre e shikojnë si një gjë sa më të thjeshtë se do kaloj, pra ato këshillat e zakonshme, por nuk e kuptojnë vërtet se sa vuan dhe se sa dëm psikologjik ka shkaktuar tek njëri apo tek tjetri. Por edhe vetë të rinjt marrin keq informacione, pra ato se çfarë kemi parë është informacionin marrja në Google, tani ka dalë edhe në këto ChatGPT-rat, fillojnë që ta vetë trajtohen, vetë diagnostikohen dhe nuk shkojnë tek një specialist, pra tek një psikolog apo tek një psikiatër për të trajtuar për problematikën që kanë. Zoti Sheu, sa rol luajnë faktorë si presioni social, marrëdhënie toksike, problemet ekonomike apo izolimi emocional në raste të tilla? Të gjitha këto luajnë një rol të rëndësishëm. Të gjitha këto janë ato indikatorët që e bëjnë atë gjën që është problem apo i shtyn njerëzit deri këtyre veprimeve. Të gjithë këto element, pra që juve përmendët, e ndikojnë. Dikush më pak apo dikush më shumë. Dikush mund të ketë mundësitë ekonomike shumë të mira, por nuk ka një marrëdhënie toksike, e cila i mbivendoset të gjitha këtyre situatave. Personat e jashtëm i shikojnë perfekt, pra juve keni mirat materiale, nuk i shikojnë në gjendjen emocionale. Dhe fillojnë edhe këto situatat pastaj që fillojnë dëmtojnë veten, japin mesazhe. Pjesa më e madhe e këtyre personave që kryejnë aktin final, japin një mesazh. Pra herë me një medikament, herë me një dëmtim të vetes, apo e shprehin, por nuk e marrin atë feedbackun mbrapa tek ata njerëz që e kanë shprehur dhe pastaj në fund fare arrin deri në këtë pikë finale. Shpesh pas tragjedive të tilla lind pyetja a mund të ishin parandaluar. Çfarë duhet të bëjnë familja, miqt apo edhe institucionet kur shohin një person në gjendje të rënduar psikologjike? Njëherë, pra ajo e para që ne vetë themi duhet t'i mbështesim. Duhet të bisedojmë me ta. Nuk duhet të japim ato këshillat e rëndomta që ndodhin zakonisht, që hëse nuk ka gjë punë e madhe, nuk do ndodhi gjë ty, po dhe apo paralelizmin me dikë tjetër për ato situatë që ndodhin. Nëse neve vrejmë një person që ka një ngarkesë psikologjike, na shpreh një problem, nëse ka ndryshime në humor, pra ka qenë ndryshe një person më i hapur, më ndërveprues, më përpara dhe tashmë është bërë një person i mbyllur, duhet ta këshillojmë të shkojë tek një specialist. Apo persona të tjerë që ndryshojnë janë nga ata që kanë qenë më të mbyllur dhe bëjnë mekanizëm mbrojtës më të hapur, pra fillojnë bën më të qeshur, më ndërveprues. Pra këto ndryshimet e forta të humorit nuk janë të shëndetshme të menjëhershme. Ndryshimet pastaj në ana fizike, rënja në peshë apo shtimi në peshë, izolimi, moskujdesja për veten, pra këto janë ato shenjat e para, të cilat duhet të vlerësohen nga njerëzit në rrethit të ngushtë të këtyre dhe duhet të këshillohen se s'bën pa një ndihmë specialisti, mjeku apo një psikiatër, është e vështirë ta kalojnë. Sa e përgatitur është shoqëria shqiptare për të folur hapur për shëndetin mendor dhe për të kërkuar ndihmë profesionale? Të themi që nuk është e përgatitur, besoj se nuk është mirë, por në shoqërinë tonë flitet shumë, ka shumë vite që dhe bëhet tema nëpër shkolla, nëpër gjimnaze, qoftë edhe në klasat e 7-ta, 8-ta dhe të 9-ta, nëpër fakultete, nëpër media, pra ajo flitet shumë, por problemi është tek
sa njerëzit e përstisin, sa njerëzit e kanë së brendshmi që të kurohen dhe të trajtohen për problematikat e tyre. Pra, të vesh te një mjek psikiatër nuk thotë se ti je një njeri i çmendur dhe i pashërueshëm, apo të shkosh te një psikolog që ke një problem shumë të madh dhe ti je i pashërueshëm. Problemet emocionale, problemet psikologjike, psikiatrike janë një lloj si problemet e përgjithshme të shëndetit, siç një person vuan nga veshkat, nga zemra, nga syri, apo të mballat e njëjtë gjë është edhe shëndeti mendor. Pra është një problem shëndetësor i përgjithshëm që do trajtimin e duhur nga mjeku specialist. Zoti Shehu, shumë faleminderit për kohën edhe përgjigjet tuaja. Faleminderit juve. Mirupafshim.